desire, you can become one of our bunch. Wings, if your hand is warm in mine, it'll give us greater power. With a feeling we'll be sure fire with that. Wings, with a smile you can enchant and lighten up our world. With a feeling we can take flight. Watch us. If you desire, you can become one of our bunch. With a magic ray, the sky is all blazing. An adventure is certain to start in the stars. When I'm cloudborn, I fly through time and space. I color my existence with my imagination. With my flight in heaven. Wings, if your hand is warm in mine, it'll give us greater power. With a feeling we'll be sure fire with that. Wings, with a new kids on the block. With each other's dearest friends. With a feeling we can take flight. Watch us. Wings, you magical wings. And you run through the stars. A powerful light ray under the sign of the wings. Blumi është kthyer në gardenia për pushime. Ajo shumë e lumtur që është me prindrit e saj. Nesër e kërcënojnë dy persona të dyshimt, por Blumi arrin ta mbrojë atë fal aftësive që ka fituar në Alfea. Por Blumi zbulon disa gjëra të trishtuara për të shkuarën e saj dhe kjo e mbush me dyshime. Ha tani Mirta, të bëra një pyetje shumë të thjeshtë. Kur është hëna e plot, s'duhet të bëj magji sepse drita e hënës mund të krijojë interferencë negative që si rrjedhoj në fakt mund të krijojë ndryshime të përhershme dhe të padëshiruara. Shumë mirë, por dukesh pak e lëkundur. Një shtrig i mirë duhet të ketë besim tek vetja. Nis magjia, ku është kurora jote? Shikojeni, është e shëmtuar. Shumë mirë, Judith, meriton një A. Blum, është radha jote. Debutimi shkëlqyer, Blum. Ulu në vendin tënd. Tjeta, ju lutem. Dhe me qënë se jam një djalë i shkëlqyer, shkova me të dhe... Blum, çfarë ka? Mos thash diçka që s'duhet? Jo, nuk është faji yt, Brandon. Unë thjesht po mendoja për prindrit e mi. Oh. Është se ndihem pak e lëkundur, kam shumë pyetje që nuk kanë marrë akoma përgjigje. E vetmja gjë e sigurt për momentin je ti dhe Wings. Po mirë atëherë, të shikojmë nëse mund t'i gjejmë ndonjë përgjigje pyetjeve të tua. Unë dua të di gjithçka. Cila është prejardhja ime? Pse i zotëroj këto fuqi? Këto janë pyetje vërtet të vështira. E shikon, unë mendoj se përgjigjet e mia do të mund t'i gjej vetëm tek kështjella e reve, sikur të mund të futesha në arkivin e tyre. E po, kjo nuk do të jetë shumë e vështirë. Nëse ti do, unë mund të të ndihmoj. Por është me shumë rrezik? Hey, po miqt për këtë punë janë. Por ti mund të përdorësh një udhëzues. Por këtu jemi duke folur për lartësi shumë të mëdha.
Nuk ka asnjë problem. Vetëm ecni afër murit dhe ecni zigzag. Dhe mos ki merak Sky, do të jemi kujdesshëm. E di që do të bësh kujdes, po s'është kjo ideja. Aksidentet ndodhin dhe në këtë rast aksidenti do të ndodhë në një rënje të lirë prej 1500 metrash. Dgjoj, i thash Blumit që do ta ndihmoja dhe kam për ta bërë. Ajo ka nevojë për mua. Në rregull, si të duash, por mos po thuaj që s'të paralajmërova. Në rregull, mos do që ta kontrollojmë dhe një herë planin? Mirë. Një dikë që do të lumturoj nëse do ta merrte vesh këtë. Darcy, Raven, çfarë do? kam diçka për të thënë. Mirë, shumë mirë. Hey, më fal nëse të friksova, por duhet të vija fshehurës. Shumë mirë. Imagjino sikur të ketë parë Griselda duke ardhur. Duhet të nxitojmë. Eja hip. Tani po thua? E po, një xhiro rreth kështjellës së reve kërkon pak kohë. Më mirë të nisemi menjëherë. Gjithsesi, pse ta lëm për nesër kur mund të shkojmë që sot? Mendon se 3 minuta do ta rrezikonin misionin? Nuk e besoj, po pse? Sepse jam akoma me pijama. Pa dyshim, pas asaj që ndodhi me shfaqjen e Miss Magjis, s'dua të dal më përpara njerëzve. Ti mund të shkosh, Mirta. Dua të qëndroj vetëm, në rregull? Po tregohesh shumë e ashpër me veten. Në fund të fundit si ishte faji yt. Ai si Darcy dhe Stormi luajtë një lojë shumë të keqe me ty. Duhet i shmangesh. Ke ndryshuar, Lucy. S'po të njoh më. Ti nuk arrin ta kuptosh, Mirta. Unë dua të bëhem si ato. Dua të jem pjesë e grupit. Nuk dua të më konsiderojnë dështake, si ti. Të marrin dhe të lënë, apo edhe të injorojnë. Më ka ardhur në majtë të hundës duke qenë askush si ti, Mirta. Dua të jem një triks. Më bëj një nder. Mjaft më the se çfarë duhet të bëj, në rregull? Lucy, përse ma bën këtë? Po të them hapur, Mirta. Më dukesh patetike, edhe s'dua të jem si ti. Lucy është bërë si e marë sa ka filluar të shoqërohet me ato. E kam inati me ato shtrigat. Kam pritur shumë. Duhet i ndryshoj gjërat. Lucy dhe unë kemi qenë gjithmonë shoqe. Si lejoj dot ato të marra që ta çojnë në rrugën e gabuar. Surja vakon volant në Peritumola! Forca Mirta! Përqëndro tek triksat! Do t'ja dalësh! Surja vakon volant në Peritumola! Motra, ky është plani i miri. Le t'i themi ndonjë gënjeshtër Blumit që do ta çmeroj fare. Pastaj do ta shqetësojmë. Dhe kemi për t'ja marrë fuqin nga zemra. O jo, kjo është e tmerrshme. Duhet ta gjej atë vajzë. Triksat e kanë kthyer Lucyn kundër meje. Do ta paguajnë. Do ja them Blumit dhe do ja tregoj se çfarë gërsirash janë ato. Bominat volam Ezra Vatita. Thuaj se arritëm Blum. Mbau fort. Kujdes Blum, një gabim i vogël dhe loja mbaron. Blum, je mirë? Po unë mirë jam, por çfarë ishte ajo? Këtu nuk ka nevojë për artilleri antiajrore.
Në këtë lartësi ata thjesht mund të na shtyjnë. E po, ata nuk e kanë idenë se me kë kanë të bëjnë. Mbau fort! Blum, është do gjë në rregull? U trëmbe? Jo, e beson apo jo ti, unë nuk kisha frikë. Po ta them se timi është fantastik. Ai arriti të vendos një artë të kështjellës së reve në aparatin ton. Fantastike, tani s'kemi më rrezik për të humbur. Mbërritë më duket. Arkivi është pas kësaj derës. Mendoje mirë. Je e sigurt se do ta bësh këtë? Unë dua të mësoj të vërtetën, Brandon. Ka ndryshuar shumë që kur vija unë këtu. Nuk di as ku të shikoj. Hej, eja të kontrollojmë këte. Është një nga librat e humbur legjendar, i cili thuhet se përmban përgjigje për çdo pyetje të mundshme. Librat e humbur? Se mendoja se ekzistonin këto. E po, ja tek është. Bëj pyetjen. Unë dua të di se cila jam e të vërtet. Brandon! Çfarë ka? Çfarë pe aty? Unë jam mishërimi i 3 shtrigave të mëparshme, sapo unë të bëhem një zanë e vërtet, ato do të kenë pushtet mbi mua. Jo, ti, s'ka mundësi para arcja e ligësisë, nuk është e mundur. Të lutem, Brandon, mos qëndro aty, dua të më ndihmosh. Brandon, çfarë të them, unë nuk e dua këtë, është vetëm... Ky është fati im. Gjërat janë pikërisht kështu. Nuk është faji im. Dhe tani të lutem më kthe në Alfea. Erdha! Po, një sekond. Po, kaj shumë... Stella, kam ardhur për tjetër gjë. Blumi nuk u kthye mbrëm. Oh, vërtet? Në rregull, dukesh e lodhur. Blumi zgjendet as gjikundi. Ne folëm dhe me Brandonin. Ai tha se I kishte kthyer mbrëm. Puna është se ajo serdhi në shtëpi. Duhet ta kërkojmë atë. Është mëngjes dhe unë akoma nuk kam arritur në Magix? Më duhet të shkoj atje dhe sikur të jetë me shumë rrezik, për ndryshe nuk do të kthehem në Gardenia. Sipas imazheve të mia, duhet të jem shumë larg. Ndjeva diçka, ndoshta është ajo. Hej, kush po fshihet aty? Kush je ti? Përshëndetje, unë jam Mirta. Përshëndetje, unë jam Blumi. E di? Unë ty po të kërkoja. Duhet të dish diçka shumë të rëndësishme. Triksa të kanë ngritur kurth. Mjaftu mburre Stormi, nëse vazhdo kështu do t'i vërsjarin të gjithë pyllit. Të kalon mendja?
Më fal, po kishte një krijes që përpolitej të këmbët tua. Hej, motra, duhet t'ju kujtoj që po kërkojmë Blumin. Nuk duhet të bërtasim, nuk është pjesë e planit. Të na falësh, Ajsi. Na ka dalë diçka urgjente. Duhet të bëjmë diçka sa më parë të jetë e mundur. Pikërisht, kështu pra. E vetmja mënyrë për ta gjetur Blumin janë fuqitë tona. Sakt! Tani le t'i futemi punës. Në rregull, pra nga do të shkojmë? Qetësou. Diçka e ka parë Blumin duke kaluar këtej dhe ne jemi mbi atë. Shikoni. Bari? Mendim i mirë, Flora. Poleni i art. Wow, sa bukur. Shikoni të gjitha, Blumi ka shkuar nga kjo anë. Fushat me bar kanë një kujtesë të mrekullueshme. Do të lëshoj një valë me ultratingull për të kontrolluar zonën. Skanimi u krye. Dhe tani do të analizoj të dhënat. Në rregull e kapa. Kontrolli ka kapur një jetë, këtu. Këto të dhëna janë të Blumit. Tani është rradha ime për të vënë në punë aftësitë e mia për të bukurisë dhe natyrës time të shkëlqyer. Do të shikojmë dritën. Mbarove tani. Do ta bësh apo jo? Sigurisht. Lindje dielli! Po e dritë për të gjithë pyllin e errët. E shikoni, ndonjëherë kam edhe unë ide të mira. E dija që një ditë do të kishit nevojë për ndihmën time. Jam shumë e bukur dhe tërësisht e nevojshme. E kupton, Blum? Ishte thjesht një kurth mizor. Jam kaq shumë konfuza. Po cila jam unë atëherë? Dhe përse i zotëroj gjithë këto fuqi? Dëshiron të dish përse i zotëron këto fuqi, apo jo? Shumë shpejt do t'jesh e jona, kështu që bën mirë ta qetësosh pak kokën tënde të vogël. E shikoj që qenë ke shoqëruar. Shtriga e vogël që shndëron emocionet në imazhe. Ju të dyja bëni një çift shumë të bukur. Një çift dështakesh. Pra ti u tallë me mua, je vetëm një Elig. Elig? Provo djallëzore. Mjaft qeshe, idiote. Le të ndeshemi më mirë. Lëre, motër, mos humbe energjitë tua. Do të tallësh mbretëreshën e magjisë së zezë me një efekt kaq të përçmuar? Le e keqe nga një shtrigë keqe. Është koha për të paguar, voglushja Mirta, dhe do të të lëndoj. Tani duhet të shkatrojmë atë skulpturën e bukur prej akulli dhe t'i marrim Blumit fuqinë që ka në zemër. Kush është ajo voglushja? Lëre të qetë shoqen tonë. Ha! Vogëlushe të shpifura dhe të çmendura.
Ju nuk do të fitoni këtë herë. Qetëso, motor, se rregulloj unë këtë punë për 1 minutë. Nuk ishte ide skuar. Kaq ishte Mirta. Mbarova punë me ty. Ti je një dështake. Ti je një voglushe mërzitshme. Ti je një Kungu? Po përse jo? U kthyem të gjithë në normalitet. Çfarë shpërthimi I bukur fuqish? Kush Blumi? Ajo u zhduk. Oh, mos prap. Juhu, jam këtu. Blum. Sa mirë që po ju shoh sërish, vajza. Çfarë arritet u bësh atyre shtrigave? Mos u bëj merak tekna. Ato morën atë që meritonin. Cila është ajo voglushja? Ajo është Mirta dhe më ka ndihmuar shumë. Tashmë nuk mund të bëjmë dot asgjë për të. Magjia e ajsit është magji e zezë. Ndoshta do ta gjejmë një mënyrë për të prishur atë magji. Gjumë të ëmbël, Blum. Ke nevojë për pak pushim pas të gjitha atyre që ke kaluar sot. Dhe mos u shqetëso, Mirta. Do të kujdesem unë për ty derisa të prishim magjin dhe të kthejmë sërish në gjendje normale. Është betimi I Wingsave. Blumi do të bëhet konfuze nga të gjitha ato ndryshime që po ndodhin në jetën e saj. Ajo duhet të flasë me dikë me eksperiencë dhe që do ta kuptojë. Faragonda do t'i jap asaj disa detaje rreth të shkuarës së saj dhe Daphne do dëgjojë sërish zërin misterioz që dëgjon gjithnjë më shumë. Whiskys humbet zarfi me cilin ishin përgjigjet e provimit, të cilat u kthyre një mundësi tunduese për vajzat.